Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhur falenderojmë vetëm për ti ndihmë të falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin në rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar kemi përmendur se të lexuarit, të mësuarit rreth jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është nga mësimet më të mira, më dobishme dhe më të rëndësishme për neve. Me mësu për pejgamberin alayhi salatu wasallam nuk nëmë kupton që një herë me e kry dhe me marë fund, por duhet që në vazhdimsi të jemi në lidhje me këto mësime. Për shkak se gjithmonë kemi çfarë të mësojmë për besimin ton, për jetën ton, për problemet tona, për të ardhmen ton e kështu me radhë. Andaj kemi përmendur takimin e kaluar se do të vazhdojmë tash inshallah me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu javë me radhë që të shpalosim stacione nga jeta e pejgamberit alayhi sallam, udhërrëfime nga jeta e tij. Do thotë nuk është çështje as shpjegimi detajzuar i çdo pjesë të jetës së tij, por është përzgjedhje e disa stacioneve udhërrëfyese nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kemi thënë se kjo është shumë e rëndësishme dhe në takimin e kaluar kemi përmendur disa pika që dëshmojnë për rëndësinë e kësaj teme. Kur flasim për pejgamberin alayhi salatu wasalam, të nderuar vëllezër, do më thonë, jeta e tij realisht fillon nga shpallja dhe gjithçka sillet rreth shpalljes. Para shpalljes, para se me i ardh shpallja, para se me i ardh lajmi se është i dërguar i Allahut te barekutaala, Muhamedi alayhi salatu wasalam është një njeri i rëndomt nga mesi njerëzve. Dhe ajo që ka qenë para shpalljes realisht mbetet pjesë e jetës së tij të rëndomt. Ndërsa interesimi jonë dhe obligimi për me mësu mësimet dhe jetën e tij dhe me pasu fillon mas shpalljes, pas që Allahu te barekutaala ka vënë pejgamber. Mirë po, para shpalljes të ndërruar vëllezër për pak kohë ka një periudhë të caktuar që ka lidhje me shpalljen. I dërguari alayhi sallam nuk e ka ditë se ka lidhje, po pastaj është dëshmuar se ka lidhje me shpalljen. Do të thonë, Allahu e ka përgatit para se më ardh shpallja. Dhe kjo është stacioni i parë që me të do të miremi, përgatitja për shpallje. Don Allahu azza wa jalla e ka përgatit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për me i ardh shpallja. Qysh e ka përgatit Allahu pejgamberin e tij për shpallje dhe pse e ka përgatit? Dhe çka marrim mësim nga kjo përgatitje? Është ajo që do të mundohemi sot me trajtuar deri në kohën e ezanit. Ka ardhur transmetime të ndryshme, sikurse transmetimi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, gruas së tij e të tjerëve, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të nderuar vëllezër, para se me i ardh shpallja, sikur që e përmenda, ka qenë njëri rëndomt në mes të njerëzve. Mirë po, nuk është pajtu me gjendjen e popullit të tij. Ka qenë i pakënaqur me mënyrën që ata jetojnë. Pakënaqësia e tij ka filluar nga besimi i tyre, pastaj edhe nga mënyra e jetuarit të tyre. Shumë vese që ka qenë të përhapur në shoqëri i ka refuzuar pejgamberi alayhi sallam. Jo pse ka ditë diçka nga shpallja, po natyrshëm njëri ato i refuzon. Prandaj asnjëherë në jetën e tij para shpalljes 40 vite, kur pejgamberi alayhi sallam nuk i ka ra në gjojnë ndonjë idhulli, kur nuk e ka lutur ndonjë idhull, kur asnjëherë. Natyrshëm e ka refuzuar idhujtarin. Asnjëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjatë jetës së tij, para shpalljes, e pas shpalljes kjo mund nuk diskutohet, por para shpalljes asnjëherë nuk ka qenë pjesëmarrës me Kurajshit e Mekës
në ndonjë vepër të ligë, kur, asnjëherë. Asnjëherë nuk s'ka pas pjesëmarrje në pirje të alkoolit, për shembull në luajtjen e bigjozit, ndonjë për shembull lidhje jashtëmartësore, kur. Dikush mund të thotë, po nështë ka pas, nuk dihet ajo pjesa kur kush nuk e ka përcjell. Jo, nuk ka pas. Pse e themi me kaq bindje se nuk ka pas? Për shumë arsye. Dy po i përmendni. E para, jeta e pejgamberit alayhi salatu wasallam është përcjell edhe para se me lind ai. Pasi që ka lind, qysh ka qenë lindja deri në vdekjen e tij. Se njerëzit e kanë njoft, e kanë ditë çfarë ka ndodhur në Mekë. E para, e dyta, të ndërruar Vëllazër, sikur të kishte më qenë bashkë pjesëmarrës me ta në ndonjë nga punët e këqija, ata kishin ia përmend. Kishin më thonë, ti di e ke adhuru idhullin, ta kështë s'po bëj ke më adhuru idhullin. Ti di me neve ke qenë kështu, ke marrë pjesë në këto punë, tash kështë e pëllushe haram. Me pa qenë që ka qenë pjesëmarrës, ata kishin përdorur si argument kundër ti. Po me që nuk ka qenë pjesëmarrës, kurrën e kurrës nuk kanë pas mundësi me ia gjetë ndonjë mangësi nga e kaluara për t'ja përmendur pas shpalljes. E ka ruajtur Allahu edhe para shpalljes. E ka ruajtur Allahu xhallahu ala. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë pjesë e shoqërisë, po ka marrë pjesë në aktivitete shoqërore të dobishme. Mirë po, asnjëherë bashkë me ta nuk ka qenë në punë të këqija. Edhe pse nuk ka pas shpallje, edhe pse nuk ka pas mësime. Dhe kjo është mësime e rëndësishme të ndërruar vëllezër. Njeri duhet me qenë pjesë e shoqërisë, me bashkëpunu, me kontribu. Po jo detyrimisht me qenë pasaj në punë të liga me ta. Dikush thotë, po tash që të përnojmë. Sa i me që këtu përnojmë, apo na duhet me ndihmu. Me ndihmu për shembull me zhvillu venin, me ndihmu ndonjë njeriu që i është bërë pa drejt, me ndihmu ndonjë të varfëri, me ndihmu në pajtim mes njerëzve. Ka shumë fusha një që mundi me ndihmu. Po jo detyrimisht me kon tash pjesë e punëve të liga që janë në shoqëri. Dhe kjo është e mesatare që duhet me ndjek besimtari. Kështu ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para shpalljes. Domethënë, ai është pjesë e shoqërisë në punë të mira. Madje është i njohur rasti kur si pasojë e vërshimeve është dëmtuar Qabeja. Dhe kanë renovuar sa kanë pas mundësi kur ishte Mekës dhe ka arku atash me vendos gurin e zi në vend vet. E dini se në një qosh, domethënë të Qabës është guri i zi. Nga aty fillon tawafi, sillja rreth Qabës fillon nga guri i zi. Edhe ka arkuar me vendos, kush me vendos? Se slifis ka pas shef me pas në derin që ai e vendos. Ka qenë një, po më në një falloj, tensioni shoqëror në lidhje me vendosin e gurit zi. Pejgamberi nuk është izoluar këtë rast. Nuk e kalon shoqërinë vetëm me u ballafaqim me këtë krizë. Është bërë pjesëmarrës, ka ja propozimin që janë pajtuar të gjithë me atë propozim. Prandaj ka qenë pjesë e shoqërisë. Mirë, po jo në punë të liga. Dikur është bërë tepër kjo çfarë po ndodh në shoqëri, nga padrejtësia, nga shturja morale, nga idhujtaria, dhe tashmë ka filluar që t'i bëhet e dashur vetmia. Vetmia. Don është vetmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ditë të tëra. Me ditë të tëra është vetmu. Ku është vetmu? Në shpellën Hira. Shpella Hira, domthon disa kilometra, 60 kilometra dikon, është larg nga Qabeja. Është një kodër e lartë, vështirë e të i kalushme, vështirë me unë gjitë në altë, atje ka qenë në majtë asoj kodre, ka qenë një shpellë. Atje shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vetmuhej dhe adhuron të Allahun te barekuhu ve teala. Edhe këtu është një pyetje. Pejgamberi alaihi wasallam si e adhuron të Allahun nëse s'ka pas shpallje? Disa mësime të adhurimit kanë mbet nga koha e Ibrahimit alaihi salam. S'ka ditë mu fal, nuk ka ditë që është bëhet namazi, që është rrinë kom, rukuja, s'ka ditë të pejgamberi sallallahu, s'ka ditë. Nuk ka ditë me bëhet dua tamam që është duhet, që është në kam suneve. Po ka ditë me lutë Allahun xhallahu ala me atë që njëri në atë me lutë Allahun te barekuhu ve teala. Ka medituar gjendjes e popullit ti.
Ky popull që është nis nuk i ka punë të mirë. Nuk e ka një ardhmë të sigurt në këtë idhujtari, në të bestytni, në këtë shturje morale, në këtë padrejti shoqërore, në këto probleme sociale. Ky popull ka më shkatru. E ka pas breng popullin e tij. E ka pas galje gjendën e popullit të tij. Prandaj edhe këtu e kemi një mësim. Edhe në izolim, pejgamberi sa, edhe pse është izoluar fizikisht nga populli i tij, mirë po emocionalisht, mendrisht, nuk është izoluar për tyre. Ai me ta s'ka qenë fizikisht, po mendin e ka pas ata. Brengën e ka pas lidhur me ta. Prandaj të ndërgozur njeriu kudo që të është, duhet që ta ketë gale vendin e vet, popullin e tij. Qysh më ndihmë? Po mund të zgjidhet mos më qenë afër, më qenë pak më larg, më kom pak më angazhuar. Mirë po, mendja dhe brenga duhet më qenë e lidhur me vendin tonë. Qysh më bën më mirë, qysh më përmirësu problemet, qysh më e zhvillu shoqërinë, qysh më përmirësu shoqërinë. Kështu që besimtari në asnjë opsion nuk duhet të jetë indiferent karshi problemeve të shoqërisë dhe vendit vet. Pejgamberi të izoluar të vërtet, po izolimi i tij ka qenë në shërbim të popullit vet. Nuk është izoluar me ikë nga e vërteta. Duhet të nga realiteti, nga aktualiteti, nuk është ikë. Jo, ka ikë që të vetmohet, që të gjejë një mënyrë qyshme e përmirësu situatën. Dhe kjo vetmi ka sill dobi të shumta. Kjo vetmi ka sill dobi të shumta. Nga dobit ka qenë që ka pas mundësi me mendu për situatën pak më qetë, domthonë i shkarkuar nga ngarkesat e jetës së përditshme, nga ngarkesat e takimeve me njerëz. Nga se njëri të ndërvozër ka nevojë nga një mu vetmua. Vetmia është e dobishme. Po nuk duhet mu izolu njëri, duhet me punu, me angazhu, me kom pjesë e shoqërisë. Mirë, po nga një herë kemi nevojë me u izolu. Për shembull, gjatë ditës ose javës, disa minuta, ka njëre gjysmë ore, varësisht nga situata dhe nevoja. Me mendu njërë për gjendin e vetë. Mirë, jetë e qësh është. Punët e mija qëfar janë. Kontributi jam cili është. Ku është pendimit të kallo për punët e këqia, që punë e kam qësa ko, kur kam e lonë mo. Nëse je izoluar, ki kohë me menu për vetën tonë. Po nëse je gjithmonë dinamik të punëve, për dishmëri, në rutinë për dishmërisë, nuk i mundësi. Nuk i mundësi për shkak se, domthonë, gjithmonë i angazhuar, gjithmonë i zhvendosur nga vetvetja. E të ndëruazër nuk bën njëri me harru vetën e tij apo. Duhet të marrë me veten tonë. Duhet me gjetë kohë për veten tonë. Mundal me për familjen tonë. Nga se qonë sabah, del, puna, natën këthau, del shëtit, takon me këte kry punë, mëna për të, shkon jeta. Shkojnë vitet, nuk i vrin fare. Kur ki mundal me menu për vetën tonë? Kur ki me mundal me menu, qka me bu diqka ma mirë, diqka ma shumë, që të mbetet burim i shpërblimit edhe pas vdekjes tonë. Ase besimtari du të menu me investu edhe pas vdekjes. Qka ka me metë mas teje? Qka jetë mas teje? Prandaj duhet me garantu diçka që na sjell përfitime edhe pas vdekjes. E ndryshimet të këtilla nuk mund të bëhen atë i përzim dinamik tjetës, të angazhime të vazhdueshme në rutinën e saj, mëngjes mbrëmje. Por ka një më shkut pak edhe me menuar. Për vetën e tij, me kishtin kokë dëmon që a jetë të menu për jetën tonë, për familjen tonë, për gjendjen tonë. Ki me dalë për Allah me dhon llogari. Çka kemi i thonë, këto punë, këto angazhime, kjo mënyrë jote e jetuarit, ky fjalori joti, kjo sjellje jote, a janë në rregull? Kemi nevojë që të izolohemi. Prandaj të vëllazër, ky izolim është në shërbim të përzierjes, ju ikë nga përzierja. Pejgamberi nuk është izolu për me ikë nga shoqëria, jo, por izolu që kur të përzihet me ta të bën dobi sa më tepër. Prandaj ka qenë izolim në shërbim të integrimit dhe përzierjes, ju ikje nga shoqëria. Ande besimtari ka nevojë. Për këtë arsye të ndërrozë edhe ardha në xhami është një lloj izolimi nga jeta e përditshme, me ardha në xhami pak më u qetësu, me marr veten, me menu dosane që kur del nga xhamia me dal më ndryshe se që ke hyrë në xhami. Më ambicioz,
më shumë vullnet, më bëmirës, më dashamirës, më i qetë, më i durueshëm, për shkak se kjo ardh në xhami, je shkëput nga realiteti që të provokon, ngacmon, të josh, sjell probleme, ja ardh në xhami. Kjo shkëputje duhet që të jetë një lloj rifillimi besimtarit kur del nga xhamia me kon ndryshe ato. Prandaj, për të qenë vim xhami, jo hajde fal namazin del njëjtë ato. Zban me kon njëjtë. Vjen xhami pak më herët, e fal sunetin, mënon pak, e fal farzin, zëmo më dal më një herë. Tash dikush nëse ka punë urgjente të përjashtime, po s'pa kur rrinje 5 minuta në xhami. Mëna për të tonë pak, qysh ka situata para se me hinë xhami. A pa ati si a ktheva që shduhet, kesh pak nervoz, këtu muta me bu mirë, po zbona mirë, hajt tash po dalë, tash pëndroj situatën time, pëndroj gjendje. Ndaj këto izolime, këto shkputje janë të dobishme, nga se të mundsojnë me analizu gjendjen tonë, të mundsojnë me e rishiku orientimin tënë, punët e tua. E kemi nevojë të ndërlozën, wallahi kemi nevojë për rishikimet e tilla para se të bëhet vonë. Kur kime pas kohë sa dush me e rishiku gjendin e jetës tonë, por s'kime pas mundësi me përmirësu. Njeriu në varë kur shtrihet në vëllezër, apo po trupi s'ka jetë, po shpirti mbetet. Kujtimet me dunjon mbesin. Atje i kujtohet çka ka mujt me bëu, ç'ka mujt me bëu. Don atje ka kohë sa dush me i rikthye kujtimet e dunjas. Po ka mundësi me përmirësu gjendjen, me dal nga varri, më kthy prap një 2 ditë më kthy me s'ka mundësi më fund. Prandaj para se të bëhet vonë dhe para se që rishikimi të bëhet i pafrytshëm, jemi të dobët me ndryshu situatën pastaj të pa mundësi, duhet që ta gjejmë kohën në jetën e kësaj dhunjaje. Sa jemi gjallë, në mëngjes, ditën dikur, natën para se marrëm flajt, me gjetë një kohë edhe me menur, ditën sot qysh ke dita, a mujta me konë më i mirë, a mujta me qenë më i sjellshëm, a mujta me qenë më bamirës, a mujta me qenë më i afërt, më i dashur, po mujta, pse s'isha? Valla, çiket, po në rregull pra, nëse Allah më jap jetë nesër, unë do të bëj ndryshe apo. Dhe njëjtë për me konë më i mirë nesër dhe pendimi është garancë se Allahu ta fal atë që ka kaluar, edhe nëse ti të nesërmen nuk gëzohesh, nuk i mundësi më për të vazhduar. Andaj pejgamberi më izoloi dhe mendonte për gjendjen e popullit të tij. Dhe Allah ja ka bërë të dashur këtë vetmi që mos të mërzitet nga vetmia, mos të bezdiset, nga se kështë një lloj pregaditje për daljen në mejdan, për ardhje të shpalljes. Gjithashtu nga ato që e ka pregadit Allahu pejgamberin për shpallje, ishin edhe ëndrat që i shihte natën. Atë që i shihte natën, dilte e sak ditën. Këtu janë ëndrat pejgamberëve. Ëndrat e njerëzve nuk janë kështu. Njeriu nuk bën mu bazu në ëndra. Edhe këtu e kemi një shërim që duhet ta kemi parasysh. Ëndrat e ndërvëzër nuk është thjesht veç diçka që duhet me lënë anash. Po nuk është edhe diçka që duhet më marrë shumë me te, mesatare. Mund të kenë ëndra bezdishme, shqetësuese, të frikshme. Nëse shë ëndër të tillë besimtari, nuk bën me ia tregu askujt. Nuk bën me tregu askujt. Por duhet me vepru që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, që kur të zgjon një ëndër e tillë pas një ndoshta shqetësimi, bezdisje, ankthi në gjumë, kur zgjohet në çdo moment, natën kur do qoftë, apo ndoshta edhe kur flan më sabah ditën, nëse flan kur do qoftë, e kthen kokën në anën e majt, shtyn 3 herë, shtyn pa lëng, më shumë si frym. Shtyn, thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Allah, më ruaj nga e keqja e kësaj ëndre. Dhe merr fund. U kry. Nuk ka të tregon askujt e bën kët, thot pejgamberi nuk i bën dëm ëndrës që e ka pasur. Disa ëndra janë pjesë brengës ditore. Ke pas me dikon, ndoshta fërkim, keni problem, ai kthehet në ëndër, ngase truni tash e ripërpunon problemin duke shënuar edhe në brengë të ëndrës apo. Kjo është diçka tjetër. Kjo është e zakonshme. Dhe ka ëndra që kanë mesazh. Ëndra që janë ëndra të mira ose kanë mesazhe caktuara, edhe këtu nuk komin mja ka du gjithkujt. Unë me ka du gjithkujt njeri që e dënë, që ta do të mirën, që thot vallahi inshallah kjo është përzim i mirë,
Kjo është hajt i njëri mirë e kështë më radhë. Prandaj ëndra të vëllezër nuk është thjesht veç një përjetim në gjumë që duhet me injoru tërësisht, por ndonjë diçka që duhet shumë më marr me te. Ne shpesh gjejmë njerëz që çdo mund të shë e kum pa këto, e kum pa kështu, e kum pa. Nuk bën kaq shumë më marr me ëndra. Disa njerëz për shkak nga ëndra, ndoshta me ditë të tëra mbeten peng i ëndrës. Hala s'po mund me marr veten, hala po më sillet në kyç çu kum pa filoni kështu më radh. Jo kaq tepër, nuk duhet më dhën kaq hapësirë dhe kaq dikim ëndrës. E pejgamberi sa mshet e ëndra, por ëndrat ishin përgatitje për shpallje. Ishin përgatitje për shpallje, andaj sikurse thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, atë ëndër që e shehte natën i dilte e vërtet ditën. Pasi kështu Allah ka përgatit pejgamberin alayhi salatu wasalam se diçka e veçantë ka i po ndodh. Prandaj të ndërkohë me dobi që përmend nga, domethënë edhe brenga, edhe izolimi, edhe ëndra gjitha këtu, po duhet të përmbyll me një dobi të përgjithshme. Shpallja është padyshim një çështje madhore, sikur se kanë më shpjeguar të ndërkohë. Ardhja e shpalljes nuk është diçka e thjeshtë, është shumë e madhe. Prandaj për çështje të tilla, për misione të tilla, për projekte kaq të mëdha duhet përgatitje. E na do të marrim mësim. Për çdo punë të ndërkohë, për çdo fazë të jetës tonë duhet përgatitje. Shiko për shembull namazi, a është punë e thjeshtë namazi, punë e madhe është. Ai smush namaz me ardh, hajt pi xhumet namaz, hajt pi rrugë, ja. Po duhet u përgatit apo, duhet me marr abdes, duhet me koni veshën që duhet, me marr xhami. Këto këto pjesë përgatitore që akti final i kësaj përgatitje më cilësor, të jetë domthonë më i fokusuar, më i përmbledhur njeriu në këtë ibadet. Çfarë është edhe për punë tjera? Edhe për martesa punë e madhe. Duhet përgatitje, duhet të rinë më përgatit për martesë, jo thjesht veç të jetë një kurorëzim i një emocioni dashnie apo. Jo, duhet përgatitje për obligimet, për sfidat, për problemet, për pjekurinë e kështu me radhë. Përgatit. Andaj fakti që po hyjnë të pa përgatitur në martesë, fatkeqësisht edhe po ndahen shumë thjesht apo. Për gjëra shumë banale, shumë thjeshta, është shtush kurorëzimi, më të madh është shqetësues. Andaj duhet përgatitje. Përgatim e komprind. Me të falë Allahu e vladë është punë e madhe. Andaj me kuni përgatitur, edhe baba dhe nona, prindi, me kuni përgatitur për edukimin, për ruajtjen, për kujdesin, për gjitha këtu. Prandaj të vëllezër, nga ky stacion krahas atyre dobive që mësojmë është edhe, që i përmend është edhe përgatitja. Allahu e ka përgatitur pejgamberin, andaj ti përgatitu për çdo punë, për çdo ibadet, për çdo aktivitet, mësoj me kuni përgatitur me dije, me spari, me mësu për atë që kime bo, me informata, jo me i në projekt saktuar pa dije, pa informata. Përgatitje duke marrë të gjitha masët e duhura që ajo punë tjetë e suksesshme. Jo tjetë hyrje kaotike, e rastësishme, por e planifikuar, e organizuar, me dije, me ndërmarrje masëve të duhura që me i jadal. Pastaj çka del, në dorë të Zotit, por na duhet mu përgatit. Mu përgatit edhe si familje, për sfidat, problemet e të ardhmës, po përgatit si shoqëri, jo me qenë, domthonë, komplet të hutuar nga gjitha zhvillimet, edhe me jetu në xhenet tu se s'po ndodh kurrë, mu përgatit. Nuk dihet çfarë situata mund të vinë. Nuk dihet me çfarë sprovë mund të ballafaqohemi, me qenë të përgatitur me besim, të përgatitur me edukat, të përgatitur me lidhje të fuqishme mes nesh, me dije, me këtë ato që kërkohet. Prandaj përgatitja është pjesë përbërëse e çdo aktiviteti, çdo iniciative që e ndërmerr besimtari në raport me çfarë do lloj pune dhe projekt në jetën e tij. Prandaj nga ky stacion i marrim këto mësime, do të vazhdojmë inshallah edhe në të ardhmen me shpalosjen e këtyre margaritarëve të rëndësishëm dhe udhërfyes nga jeta e pejgamberit që na shërbejnë për jetën tonë. Allah na përmirësoj gjendjen tonë, Allah na mësoj që të gjejmë kohë për veten, të mendojmë e pastaj të jemi më të pasur edhe më aktiv në kontribut edhe në shërbim ndaj shoqërisë dhe në raport me Allahun te bareke ve teala, edhe Allahu na mëson që të jemi të përgatitur për çdo situatë, për çdo punë, që kur të ballafaqohemi, me të vërtetë të jemi të gatshëm, ta bëjmë atë që duhet dhe ta bëjmë si duhet. Allah e shpëlbeft me kaq po e do fund. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.